Mirëqenia nuk vjen nga pasuria, por nga qetësia. Ajo lind kur ndalon së rinduri pas përsosmërisë dhe fillon të shijosh të tashmen, një shëtitje, një buzëqeshje, një frymë e thellë. Jeta bëhet më e lehtë kur ndalon së luftuari me veten dhe fillon ta dëgjosh trupin dhe mendjet tënde. Atëherë kupton se mirëqenia nuk është një qëllim, por një mënyrë jetese.